Horoskopi ditor e martë 18 nëntor 2025. Dashi, do e stabilizoni jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do të ndjeni më të qetë pranë partnerit tuaj, që sot e tutje çdo gjë ka për të qenë më ndryshe nga më parë. Beqarët do të vazhdojnë të mbeten vetëm edhe sot dhe nuk do t'i pëlqejë as pak asnjë nga personat që i vjen rrotull. Në planin financiar mos bëni asgjë me nxitim sepse keni për të pasur probleme serioze. Demi. Yjet do të kenë ndikim të madh gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe çdo gjë ka për t'ju ecur ashtu si keni dëshiruar gjithmonë. Emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të ëndërrojnë më shumë nga sa duhet dhe ka rrezik që të zhgënjehen nga realiteti. Me shpenzimet duhet të vazhdoni të jeni sa më të arsyeshëm, nëse nuk doni që situata t'ju dalë jashtë kontrollit. Binjakët. Përpara se të veproni, duhet të mendoni gjërat mirë sot ju të dashuruarit. Personi që keni në krah nuk do të jetë në gjendjen më të mirë dhe mund të keni probleme të mëdha më vonë. Beqarët duhet të përfitojnë sa më shumë që të mundin nga mundësitë që do t'ju jepen në përtakime. Do të përjetoni kënaqësi dhe emocione të pafundme. Të ardhurat do të vinë duke u dobësuar. Kujdes. Gaforia. Ditë shumë e mirë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Shfrytëzojeni në maksimum çdo sekond sepse jo gjithmonë vijnë çaste të tilla. Beqarët do të jenë gjithkohës në ajër dhe nuk do dinë çfarë hapash të hedhin. Reflektoni për pak kohë dhe më pas mendoni çfarë do të bëni. Buxheti do të jetë mirë. Megjithatë, po kryet shpenzime të jashtëzakonshme, gjendja mund të ketë ronditje. Luani. Nuk do të keni për çfarë të qaheni sot juve që jeni në një lidhje sepse çdo gjë do t'ju ecë më së miri. Partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës dhe do t'u plotësojë të gjitha dëshirat e zjarta. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të bëjnë atë që ju thot zemra. Në planin financiar do të dini si të veproni dhe do të organizoni mirë buxhetin. Nuk priten vështirësi. Vizhiresha. Falë mbështetjes që do t'ju japin planetët, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë e shkëlqyer. Do të dashuroheni ashtu si do e ndjeni. Beqarët nuk do të jenë as pak në humor për të dalë dhe për të njohur persona të rinj. Do të vazhdojnë të mbeten të vetmuar. Në planin financiar do të përballeni me probleme të njëpasnjëshme për shkak të pamaturisë që ju keni treguar. Peshorja. Jeta në çift do të jetë e shkëlqyer në çdo moment të ditës. Do të flisni gjëra gjatë për çdo gjë me atë që keni në krah dhe do të jeni gati për të bërë edhe ndonjë çmenduri. Për beqarët do të ketë takime interesante të cilat shumë shpejt kanë për t'ju ndryshuar jetën. Financat nuk do të jenë as pak të mira. Do të shpenzoni pafund në çdo moment dhe nuk do të mendoni për të ardhmen. Akrepi. Ditë mbushur me bashkëpunim kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të merrni vesh për gjithçka me partnerin tuaj dhe emocionet do të jenë të papërshkrueshme. Beqarët do të argëtohen gjatë gjithë kohës me miqtë e tyre dhe nuk do e ndjejnë nevojën për të pasur dikë në krah. Ditë e shkëlqyer për të riorganizuar buxhetin dhe për të marrë masat e duhura. Shqetari. Ditë mjaft premtuese kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes dhe të dyja palët do të mendojnë të surprizojnë personin që kanë në krah. Beqarët do të kenë ide të mira si ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Financa do t'i mbani gjithkohës të stabilizuara, nuk do të shpenzoni pa menduar dhe nuk do t'i jepni para hua. Bricjapi. Dielli do e ngroh pa mas jetën tuaj në çift sot. Megjithatë, nuk do të mungojë ndonjë debat i vogël në çift. Gjithçka do të kalojë shpejt dhe ju do të ndiheni më së miri. Beqarët do të jenë në ajër dhe nuk do e kenë as pak mendjen për të krijuar një lidhje. Me shpenzimet duhet të tregoheni të matur dhe të kujdesshëm derisa gjendja të stabilizohet plotësisht. Ujori. Ditë e qetë dhe pas një problem të vogël kjo e sotmja për të dashuruarit. Gjëra do të ecin ashtu si keni dëshiruar gjithmonë. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë dhe çdo gjë do t'ju ndryshojë brenda disa orëve. Në planin financiar fati do t'ju buzëqesh. Do të kryeni dhe shpenzimet e nevojshme dhe do të hiqni para menjan për të siguruar të ardhmen tuaj. Peshqit.
Jeta në çift nuk do të ketë as pak probleme gjatë kësaj dite. Do i sqaroni me kujdes të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur më herët dhe do të jeni më të qetë. Beqarët më mirë të shmangin takimet me persona që nuk u mbushin mendjen, sepse përndryshe do lëndojnë veten. Të ardhurat do të fillojnë ngadalë të përmirësohen. Do të ndiheni më mirë dhe më të qetë.